Përshëndetje. Ka shumë njerëz që me zore presin filmin e juaj. E di që sepse e kam pa edhe në për video që kam hënë në TikTok, që ka shumë njerëz që shkruajnë komente, e di që me zor po e presin. Fillojmë me pyetjen e parë. Po. Për çfarë flitet te filmi? Tek filmi kam për ta kap me shumë pak fjalë dhe me pak koncept. Tek filmi bëhet fjalë për njerëzit që hikin në kurbet për një arsye. Me pyetjen e dytë. A jeni i kënaqur me çfarë merrni ju? Unë jam shumë i kënaqur për arsye sepse në momentin që unë shikoj të gjithë njerëzit që janë të kënaqur, atëherë edhe unë jam shumë i kënaqur. Pyetja e tretë. Po. Kur do të dali filmi? Filmi kur do dali? Atëherë në këtë pyetje nuk mund t'i jap dot përgjigje sepse jemi në përgjërime dhe nuk mund t'a jap dot as datën as ditën. Por mund t'lej YouTube-in tim aktualisht, e keni këtu lart, dhe mund të klikoni, të abonoheni dhe që mos humbisni filmin në momentin që mund të futet. Pavarësisht që kam për ta lënë edhe me datë, edhe me ditë, edhe me orë. Por për momentin nuk mund t'jap dot asnjë lloj gjoje. Vazhdoj me pyetjen e katërt. Po. A do merreni ju akoma me filma tjera? Koncepti ime është për t'u marrë me filma, sepse unë kam gjithë jetës time që merrem me rrjetet sociale, pavarësisht njerëzve që Filmi juaj a ka episode që mund ngjajnë me jetën e vërtet? ka shumë episode që mund ngjajnë me jetën reale, si për shembull të smur, si për shembull që mund ta lej nonën, babën, vetëm, edhe të niset vetë në për kurbete. Ka shumë episode që mund ngjajnë me jetën reale tek filmi. Çfarë roli keni ju te filmi? Roli im është principal, për arsye sepse unë të gjithë modifikimet dhe montazhet dhe çdo gjë dhe shumë gjëra të tjera nuk po i kap me detaje. Dhe mrena në film jam i smur për arsye të ndryshme që nuk mund ta them